Pra, si që pa, do të kemi shumë informacione, mirë po këtë magazin informative e sillim me rreshtje të mëdha të shiut, të cilët kanë filluar që nga mbrëm po vazhdojnë edhe sot siç duket do të ketë edhe nesër dhe këto rreshtje kanë shkaktuar pra dëmtime dhe probleme të mëdha, sidomos në qarkullin për këtë arsye është vendosur që sot anulohet mësimi në komunën e Prishtinës mbas edhe në qytete tjera. Shiu i dendur që ra në Prishtinë pandal shndroi këtë shtëpi në një pellg të madh me ujë. Rreshtet e dendura që filluan nga mbrëmja e së hënës mbuluan këtë objekt në lagjën Kodra e Trimave në kryeqytet. Shtëpia ishte bosh edhe këtë të martë. Pronarët hoqën dorë nga ajo që dikur e kishin streh të lodhur nga vërshimet e përveçshme. Banorët e shtëpisë mbrapa meje, e cila të martën është vëshuar nga rreshtet e mëdha të shiut, në fakt ka 2 vite prej kur nuk jetojnë më në këtë vend banim, e arsye u bë pikërisht fakti që zakonisht kur ka rreshje shiu, përballen me problematikën e njëjtë. Të praneshëm në këtë lokacion ishin edhe zyrtar të policisë së Kosovës, të cilët u përkujdesën që të thërasin pronarët e këtij objekti, ndonse i braktisur. Për rastin, zjarfikësit tonë se problemi është i thellë dhe në fakt as intervenimi i tyre nuk kriju shumë punë. Rrjedha e ujit është shumë e madhe se që mund me ndodhë tërheqja e ujit. Kështu që për momentin unë e di që ka bazë të informatave që kemi është pjesa e podrumit e vërshume. Padyshim që njësitë tona kanë me tentu me bët pamundrën, po domthonë është një problematikë jo veç ajo, por ka edhe zona tjera ku sasia e rreshjeve apo sasia e ujit që vjen është shumë më e madhe se që mund të bëhet diçka kështu. Reçani përmendi edhe intervenimet e tjera gjatë ditës, njëra prej tyre në një objekt banesor. Kanë qenë 2 raste, një ka qenë në kalimin në Orlloviç, edhe një është në një objekt banesor, lagja Arbëri. Kemi një problem me një trafo elektrike, domthonë vërshimi të podrumit. Reçani siguroi se zjarfikësit kanë ngritur kapacitetet dhe resurset e nevojshme për t'ju përgjigjur thirrjeve për intervenim. Për situatën ishte njoftuar edhe komuna e Prishtinës, të cilët ishin të gatshëm për t'ju dalë në ndihmë qytetarëve që pësuan nga rreshjet. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka paralajmëruar rreshje të dendura shiu këtë të martë dhe të mërkurën me intensitet të lartë në disa zona të vendit. Gjërsa nga kompania rajonale e ujësillësit Prishtina ju bën thirrje qytetarëve që të mos i hapin pusetat gjatë rreshjeve. E rreshjet e shiut shkaktuan telashe edhe me rrymën, për çka Keci njoftoi se po punohet për ta rikthyer furnizimin me energji elektrike. Pra, për shkak të këtyre të lasheve që sodhen rreshjet e shiut, komuna e Prishtinës ka vendosur që mësimi sot të mbosëmohet, ndërkohë orët të cilat janë humbur sot do të kompenzohen. Ndërkohë është paralajmëruar se nesër do të vazhdojnë normalisht mësimi. Është ditë jave, por brenda shkollës Asim Vukshi në Prishtinë nuk ka asnjë nxënës. Njësoj në institucionet arsimore të kryeqytetit munguan të vegjëlit, por edhe mësimdhënësit për shkak që s'u mbajt mësimi. Rreshjet e shiut ishin ato që shkaktuan këtë ndryshim në orar. Drejtoria e arsimit tha se fëmijët në shtëpi është preventiva më e mirë për sigurinë e tyre në një mod të tillë për shkak të vështirësive të qarkullimit në komunikacion. Nuk është problemi i kushteve, kushtet janë të mira, po për shkak se pritet të kemi vërshime, të kemi rreshje të mëdha të shiut dhe një trafik të rënduar, atëherë është vendosur bazë vlerësimit të rrezikshmërisë në mënyrë që t'i kursejmë fëmijët nga ndonjë problematikë, se shkollat janë funksionale, nuk kemi problem me shkolla, por kemi problem për shkak të mundësisë përkëtësimit të motit dhe kushteve atmosferike. Fushtica thot se vendimi do të zgjatet varësisht nga moti që do të mbizotrojë ditëve në vijim. Do të bëjmë vlerësimin e rrezikshmërisë gjatë ditës dhe sonte, dhe ne mëngjes do të informojmë edhe qytetarët, por ndoshta edhe sonte vonë do të informojmë qytetarët se cili do të jetë vendimi i ri i kryeqytetit. E nga sindikata e arsimit thanë se mësimi nuk u zhvillua në ndryrimin e pasdites as në Fushë Kosovë e Obiliq. Të thuaj se në të gjitha komunat e Kosovës është zhvilluar mësimi normal, përveç komunës Prishtinës që ka ora 8:30 e kanë ndërprej procesin në mësimor për shkak të rreshjeve të mëdha që kanë rrahë dhe janë problem nuk me pas. Gjithashtu edhe komuna Biliqit dhe komuna Fushë Kosovës për ndrimin e pasdites disa shkolla kanë paralajmëruar që nuk do të bëhet mësimi për shkak vështimeve që kanë ndodhur në ato shkolla. Në rast se do të ketë mod të ligë edhe në vazhdim, komuna e Fushë Kosovës pritet ta zgjatë vendimin për anulim të mësimit edhe të mërkurën.
Derisa Drejtoria e Arsimit në komunën e Obiliqit nuk konfirmoi diçka të tillë të martën për televizionin. Drejtoria e Arsimit në Prishtinë njoftoi se nga e mërkura mësimi do të rifillojë normalisht, ndërkohë Masht bëri të ditur se do të monitorojë situatën lidhur me orët e humbura të së martës me qëllim të vendosjes për kompensimin e tyre. Agjencia për Menaxhimin Emergjent ka dalë me një raport për situatën pas rreshjeve të shiut. AME thotë se nga të dhënat e pranuara nga qendrat operative emergjente regionale, në një dy janë raportuar vërshime të intensitetit të ulët në këto lagje sipas qyteteve. Prishtinë, lagja Kodra Trimave, lagja Arbëria, se dhe zona afër stacionit autobusëve, Fushë Kosovë, lagja Kolonia, Gjilan, fshatrat Veliknic, Cërnic, Livaç dhe Zhegër, Ferizaj, fshatrat Gaçk dhe Rakaj, Kamenic, fshati Koretin, lagja Qameria në qytet dhe fshati Rogan, në Vëbërd, fshatrat Pasjak dhe Labjan, kurse në Jonek lagja Miroci. Nga vlerësimi i situatës, gjendja paraqitet e menaxhueshme dhe nën kontroll. Agjencia e Menaxhimit Emergjent përmes qendrave operative rajonale 112, njësitë profesionale të zjarfikësve dhe shpëtimit është në koordinim të vazhdueshëm për të përgjigjur çdo nevojë dhe kërkese nga niveli lokal. Gjithashtu është ngritur edhe niveli i gatishmërisë për ekipin e kërkim shpëtimit në ujërat sipërfaqësore, ekipin e barierave, ekipin e pompimit me kapacitete të larta, thuhet në njoftim. Për të kuptuar se si do t'jetë moti nesër nëse do të vazhdojnë rreshtet e shiut, në lidhje direkte e kam Besim Aliun nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Përshëndetje, zoti Aliu. Zoti Aliu, përshëndetje, do të lutem na tregos se si pritet jetë moti nesër, do të ketë, a do të vazhdojnë shirat si sot? Rreshtet të cilat janë për momentin në gjithë territorin e Kosovës, por dhe jashtë territorit, do të vazhdojnë edhe gjatë natës, do të thotë ditën e nesme, pjesën e parë, pastaj vende do të ketë riga shiu, por rreshtet do të dobësohen për të ndalur pastaj që të gjitha, por që ditëve tjera sërish pritet kemi fronte tjera, do të thotë vranësirat të cilat do të takojnë streses mesme të troposferës dhe do të cilin sërish riga shiu. Pastaj ditën e shtunë do të kemi një front të ftoftë i cili do të ulë temperaturat, përkohësisht do të jenë temperaturat nën 0 dikun, dhe do të kemi rreshje bore në vise të larta, por që rreshtet e borës mund të vinë edhe në vise të ulta, por që këto parashihen të jenë për momentin vetëm në vise të larta. Era do të frikë kryesisht nga pjesa veri perëndimore dhe veri lindore, shpejtësia së cilës mund të arrijë nga 1 deri në 7 apo dikon 8 metra për sekond. Pra, rreshtet do të vazhdojnë, po nuk do të jenë të intensitetit siç janë sot, kështu që rreziku për vërshime nuk do të jetë nesër. Po sigurisht ne pothuajse në gjithë vendin, sidomos do të thotë fushat me të bujqësore janë të mbuluara me rreshje. Dhe do të thonë aty ku nuk kemi kullimin, ku nuk janë të rregulluar, do të thotë tukat, janë mbledhur kjo sasi e rreshjeve sepse sipas rrjetit meteorologjik nuk kemi askund mbi 50 litra për metër katror deri në këto momente, por që tash rreshtet do të vazhdojnë dhe mund të ketë vështirësi pastaj edhe ditën e nesërme. Mirë, falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit frontal dhe në dha këto informacionet që mbase edhe për t'i qetësuar qytetarët e cilët eventualisht kanë pasur frikë nga rreshjet dhe vështrimet e mundshme, siç na tha zoti Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, pra rreshtet do të vazhdojnë mirë, po nuk do të jenë të intensitetit siç kanë qenë sot dhe si rrjedhojnë nuk mund të ketë vërshime. Ndërkohë ne vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera. Në autostradën Prizren Suarek të martën ka ndodhur një aksident trafiku. Si pasojë e përplasjes ka vdekur Lomni Lushaj, kurse ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Nezir Qoçaj ka pësuar lëndime. Rastin e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Rreth orës 19:40 minuta policia është njoftuar për një aksident trafiku të ndodhur në autostradën drejtimi Prizren Suarek kilometri 32. Në aksident është përfshirë një veturë dhe dyshohet se një person është pa shenja jete dhe një tjetër ka pësuar lëndime trupore, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës.
Për këtë rast tragjik ka reaguar edhe kryetari i komunës së Prizrenit. Me pikëllim të thellë mora lajmin e kopshëm për aksidentin tragjik ku ka humbur jetën e miku im Lomni Lushaj i njohur si Lumi. Kontributi i tij në shumë procese të rëndësishme ka qenë domethënës edhe përmbajtësor. Ishte me shumë energji pozitive dhe njeriu më dinamik që kam njohur ndonjëherë, ka shkruar ndër të tjera Shaqir Tutaj. Emisioni frontale vazhdojmë me informacionet të tjerë dhe flasim për një shqetësim që mund të shkaktohet qytetarëve të cilët i shfrytëzojnë linjat e autobusëve A3. Kjo kompani ka paralajmëruar se do të ndalë se funksionuari për shkak të mos ekzekutimit të pagesave nga ana e komunës. Nisët nga periferia e kryeqytetit e shkon deri në Zllatar. Linja autobusëve 3A kësaj u mundson qarkullimin qytetarëve që jetojnë në Prishtinë. Mirë po këta po hasin në vështirësi të 7 muaj për ta paguar naftën e mirëmbajtjen, madje as punëtorët si morën pagat. Kjo për shkak të mos ekzekutimit të pagesës nga ana e komunës së Prishtinës, qendra e kësaj linje ka njoftuar se kanë borxhe të mëdha. Për shkak të mos ekzekutimit të pagave nga komuna e Prishtinës, linja e autobusëve 3A rrezikon të ndalë punën për shkak të borxheve që ka hyrë kompania. Për këtë situatë përmes telefonit foli menaxheri i qendrës Samir Cakulli. Mirë po pagesat tash po hin muajin e 7 nuk kena pranu. Si pasojë e kësajna kem shumë probleme. Kena hin borxhet më mëdha tek nafta. Kena him problem borxhet më edhe tek pagat e punëtorëve, mirëmbajtja teknike, kontribute, tatime, domosdoshmë 100 obligime të cilat I kemi si kompani. E nga komuna e Prishtinës thanë se janë të njoftuar me rastin, mirë po sqaruan se ku buron problemi. Bllokimi I kryeqytetit jo vetëm që ka penguar në këtë rast edhe mirëmbajtjen e rregullt transportit urban kryeqyteti, ka penguar edhe procese të tjera në të cilat është involvuar kryeqyteti. Sigurisht që në bashkëdijim me gjitha kompanitë të cilat kanë bërë çmos apo bëjnë çmos që të mbajnë të rregull transportin urban edhe shërbime ndaj komunitetit tonë Prishtinas edhe të tjerëve. Bajqinovci thotë që kanë pasur takime me udhëheqësit e qendrës 3A. Drejtoria Mobilitetit Shërbime Publike edhe gjitha I kanë ftuar dhe më herët janë mundu këto muaj të mbetur me bë forma të bashkëpunimit edhe mundësive që transporti urban të mos ndalet për kryeqytetin. Sigurisht që kryeqyteti është gjithmonë I hapur edhe për zgjedhjen e alternative që procesi të mos ndalet. Të shtatë ka tentuar të marrë një qendrim edhe nga Ministria e Financave, por nuk kanë qenë të qasshëm. Flasim tash për tema politike dhe për një vizitë rëndësishme që sot ka ndodhur në Republikën e Kosovës. Ministri I jashtëm I Gjermanisë ka vizituar Prishtinën zyrtare, ka pasur takim me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, ku ja ka kujtuar asaj obligimin që kanë institucionet e Republikës e Kosovës për asociacionin me komunat serbe, e ka takuar edhe Kurtin, por jo në qeveri, por në kuvend. Ndalesën e tij të parafundit e ka në Prishtinë. Konkretisht tek Vjosa Osmani në presidencë shkoi mesditën e së martës ministri I jashtëm gjerman Johan Vadefyl. Pas takimit rreth një orësh me Nikoqirën, kryediplomati gjerman ripërsëriti atë që tha në Beograd. Dialogu ka ngecur kohëve të fundit. Është shumë e rëndësishme që këtu të ketë përparim konkret. Marrëveshja e Ohrit duhet të zbatohet shpejt dhe në plotni. Këtë presim nga të dy palët. Dialogu për normalizim duhet të vazhdojë me kriterin për mirëkuptim. Vadefyl madje riktheu në diskutim edhe një temë që supermend prej kohësh, asociacionin e komunave me shumicë serbe. Është me rëndësi që të ketë një marrje të përgjegjësisë nga ana kryetarëve të zgjedhur të komunave në veri dhe çështja e themelimit të asociacionit të zbatohet. Shpresoj që kjo të përfundohet me sukses. Mendoj që krijimi I një qeverie është vendimtare. Evropa I ka syje të kthyer nga kjo. Ndërkaq presidenti Osmani falenderoi Gjermaninë për përkrahjen e vazhdueshme ndaj Kosovës, teksa kërkoi nga mysafiri që t'u ndihmojnë edhe në heqjen e sanksioneve. Në këtë rrugtim, Kosova ka nevojë për mbështetjen e vendosur të Gjermanisë. Prandaj heqja sa më parë dhe sa më shpejt e masave të padrejta të BE-s ndaj Kosovës, të cilat janë në fuqi nga qershori 2023 dhe ndikojnë shumë negativisht në jetën e qytetarëve tanë, është një urgjencë e domosdoshme për që shpresojmë në përkrahjen e Gjermanisë. E duke folur për antarësim në BE, kritikoi Evropën për qasje të pabarabartë.
Pra në qoftë se dikush, në qoftë se një lider bashkëpunon me Putinin, në qoftë se një lider e kalon 9 majin jo në Evropë, por në Moskë, në Kremlin, në qoftë se i sulmon fqinjet, në qoftë se nuk respekton sundimin e ligjit, e shumë gjëra të tjera, nuk mund të flasim më për proces të integrimit evropian. Pra, ne kërkojmë merita dhe ne kërkojmë që parimet të aplikohen për të gjithë. Pas shefës së shtetit, diplomati gjerman u prit edhe nga kryeministri në detyrë, por me këtë të fundit u takua në një nga sallat e kuvendit e jo në objektin e qeverisë. Ndërkaq turin e tij në Ballkanin Perëndimor vade fyll të ta përmbyll në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri në detyrë njëherësh edhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka uruar Bedri Hamzën për zgjedhjen e këtij të fundit si kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës. Në postimin e tij, Kurti ka deklaruar parime themelore për funksionimin dhe avancimin e vendit janë proceset zgjedhore brenda partisë, si dhe bashkëpunimi ndërsjell i spektrit të gjerë politik. I shpreh urimet e mia zotit Bedri Hamza për zgjedhjen e tij në detyrën e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Proceset zgjedhore brenda partisë, por edhe bashkëpunimi ndërsjell i spektrit të gjerë politik, çdo herë në të mirë të interesit publik janë parime themelore për funksionimin dhe avancimin e shtetit tonë. Nga ana ime, do të vazhdoj angazhimin për bashkëpunim korrekt në përputhje me vullnetin e qytetarëve dhe me përgjegjësinë që na kërkon shërbimin ndaj Republikës, ka shkruar Kurti. Ky urim që bëri Kurti ndaj Bedri Hamzës është parë si përpjekje Lëvizjes Vetëvendosje për t'u ofruar me Partinë Demokratike të Kosovës që mbase ky subjekt politik do të ketë vota për Glauk Konjufcën për kryetar të qeverisë, pra kryeministër të vendit. Mirë po, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Ferhat Shala, e ka përsëritur qëndrimin e partisë se PDK-ja nuk ka vota as për Glauk Konjufcën. Partisë Demokratike është i njëjti, do thotë që kemi pasur tash më shumë se 8 muaj në raport me krimin e institucioneve, do thotë edhe seanca e nesërme që është dita e fundit juridikisht që duhet me u thirr, është vazhdimsi i arvatjes dhe lojës politike që mazhoranca e ka bërë pa vullnetin për të ndërtuar institucionet të shtetit. Por do të jetë një përsëritje, një skenari që tashmë është i njohur. Emisioni frontal tash e vazhdoi me Hagën, sot ka përfunduar dëshminë e tij në mbrojtje të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe të atyre që kanë udhëhequr UÇK-n, pra ish komandanti suprem i forcave të NATO-s në Evropë, Wesley Clark. Ai ka thënë se UÇK-ja nuk ka bërë krime, pra UÇK-ja nuk ka kryer spastrim etnik, ata ishin luftëtarë të lirisë. Good morning, General Clark. Dëshmia që mbeti në gjysmë pas ditën e së hënës vazhdoi me mëngjesin e kësaj të martë. I vlerësuar si një nga figurat më të rëndësishme që dëgjohen në gjykimin ndaj shkrerëve të UÇK-s, Wesley Clark u marrë në pyetje nga prokurori special Matt Halling. Generali amerikan çudhoi fushatën ajrore të NATO-s kundër çoçeve ushtarake serbe më 1999 mbrojti edhe një herë luftën e pastër të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Dhuna e vitit 1999 ishte më shumë personale dhe jo e orkestruar. Unë nuk kam prova dhe dëshmi që UÇK-ja ishte prapa kësaj dhe kam indikacione që provojnë të kundërtën. Po i referohem deklaratës ku pretendohet se rreth 170.000 serb janë dëbuar nga Kosova. Gjatë fushatës së bombardimeve të NATO-s, Clark deklaroi se u takua vetëm me Thaqin dhe atë në bazën ajrore. Teksa për gjuhën e përdorur se UÇK-ja ishte terroriste, dëshmitari tha se u tërheq vërejtja nga lidershipi amerikan pasi sipas tyre ata ishin luftëtarë lirie. Unë i kërkova Thaqit të na ndihmonte. Ishim në një pikë kritike të historisë, të vlerave, të etikës, të demokracisë në këtë kohë. Megjithatë në një pikë të caktuar kur njerëzit luftojnë kundër shtypjes, në një pikë ata kalojnë nga të qenit terrorist tek të qenit luftëtar lirie dhe në një pikë të caktuar opinioni botror dhe konsensusi botror mbërrin në përfundim që njerëzit kanë të drejtë të rezistojnë presionin e luftës. Dhe kjo është e parashikuar në deklaratën amerikane të pavarësisë dhe është diçka normale dhe e logjikshme. Para se të përfundonte dëshminë, 81 vjeçari kërkoi edhe një fjalë të fundit nga trupi gjykues, e që fjalimi i tij ishte goxha i fuqishëm për atë se çka mendonin SHBA-t për UÇK-n gjatë kohës së luftës.
proceset penale janë të rëndësishme, por duhet të ketë një kufi sa i takon rendit. Pra, nëse ka rend, personat duhet të respektohen pasi luftuan për të drejtat e tyre. Këtë u përpoq të bënte UÇK-ja në vitet e 90-ta, pasi nuk pranuan shtypje nga serbët dhe bën të pamundërën që të rezistojnë atë shtypje. Ata nuk janë terroristë, janë njerëz që luftuan kundër një regjimi të padrejtë. E njëjta gjë po ndodh edhe në Ukrainë. Këtu kem persona që luftuan për lirinë e tyre, e dinjitetin e tyre. Hashim tha që nuk është përgjegjës për atë çfarë ka ndodhur në Kosovë. Ai nuk mban përgjegjësi për aktet individuale të dhunës e hakmarrjes. Me këtë fjalë përfundoi dëshmia Wesley Clark në mbrojtje të Hashim Thaqit, ndërsa të mërkurën në Hag do të bëhet një konferencë për ecurinë e çështjes. Për të diskutuar për procesin në Hag, për dëshmin e Wesley Clark, për atë se çfarë pritet të ndodhë tash tutje pas këtyre dëshmive, është së fuqishme amerikanë në mbrojtje të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Mirë, por në pjesën e dytë për të diskutuar edhe për zhvillimit politike në vend, me mua në studio është Arsen Bajrami. Profesor, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit frontal. Do të flasim gjatë sigurisht për atë se çfarë po ndodh në Hag. Ishte Wesley Clark, sot e përfundoi dëshminë. A mund të themi se ishte dëshmitari më i rëndësishëm apo edhe ky si ata të tjerët? Padyshim se ky proces po përmbyllet sa i përket kësaj faze procedurës me dëshmitarin më të rëndësishëm dhe mendoj se ky është edhe një skenar ndoshta më i miri i mundshëm i mbrojtjes liderëve të UÇK-s, sepse procesi përkundër parregullsive, përkundër shkeljes së shumë të drejtave, shkeljeve materiale dhe procedurale, po përmbyllet me dëshmi të fuqishme të dëshmitarëve të mbrojtjes dhe po përmbyllet sot me dëshmitarin kryesor, me protagonistin e luftës në Kosovë dhe njohësin më të mirë të rrethanave të luftës, i cili me dëshminë e sotme besoj që ka dhënë argumentet mjaftueshme që akta akuza e padrejtë për ekzistencën e një ndërmarrje përbashkë kriminale është krejtësisht politike, është e pa bazë, është e paqëndrueshme, sepse generali Clark sot tregoi të vërtetën e luftës së Kosovës, tregoi se lufta e Kosovës ka qenë një luftë e drejtë, luftë e popullit, një luftë tipike guerile, cila ka luftuar për mbijetesë të popullit, për sigurimin e ekzistencës së popullit, dhe se nuk ka ekzistuar as mundësia faktike, as formale për një ndërmarrje përbashkë kriminale, për shkak se UÇK-ja ka dalë nga populli dhe kryesisht ka qenë një gueril patriotike, cila ka luftuar në përfshatra për të mbrojtur popullsinë nga një gjenocid fare vinte. Kështu që mendoj se kjo dëshmi, edhe dëshmi tjera që kanë qenë, këto 6 dëshmitarë, po sidomos dëshmia e sot generalit Clark, do të ketë një ndikim të drejtë për drejtë në verdiktin final dhe besoj se edhe trupi gjykues do ta peshoj kredibilitetin kësaj dëshmie, sepse kredibiliteti i dëshmie nganjëherë varet edhe nga personet që jep, dhe sot trupi gjykues dhe prokuria kanë pas dëshmitarin kyç, i cili edhe në nënbetim, pra 2 herë në nënbetim, për të njëjtën dëshmi ka dhënë para Kongresit Amerikan, tregoi të vërtetën e cila fatkeqësisht deri në këtë fazë ka qenë e kamufluar, apo ka qenë edhe shtrëmbuar, sepse komplet procesi i gjykatës speciale është nisë me një narrativ të gabuar, të falsifikuar, dhe uroj që pikërisht dëshmia sot e generalit Clark të rikthej procesin në sfond real. E kemi parë, pra sigurisht kemi ndjekë me interesant të madh dëshmitë që i ka dhënë Clark qysh nga dje. Ishte shumë interesante edhe mënyra se si ishte ai komunikimi mes trupit gjykues dhe dëshmitarit. Madje ju referuaj edhe si general kur kërkonin diçka nga ai. Çka flet kjo, prof? Po mendoj kjo është e natyrshme sepse kanë pas një dëshmitar të jashtëzakonshëm edhe rrallë herë në anale gjyqësore, trupi gjykues, por edhe prokuria ka dëshmitar të tillë, pra një personalitet, çfarë ka qenë komandanti i NATO-s, që ka udhëhequr një fushat bombardimeve, një prej generalëve më të shuar që ka pas ushtria amerikane, dhe si pasojë e kësaj edhe pat një respekt, domethënë, është ndoshta dëshmitari i parë që ka pas një respekt, sidomos nga trupi gjykues, i cili në shaj respekti, edhe nuk bëni asnjë pyetje. Derisa prokuria është në një situatë kur trupi gjykues nuk ka pyetje ndaj një dëshmitari kyç, siç ka qenë Clarku, çka tregon kjo? Po tregon për besueshmërinë e dëshmisë. Tregon se trupi gjykues e merr deklaratën e besueshme dhe nuk ka nevojë për asnjë sqarim, sepse është e natyrshme në një proces çfarë ky po zhvillohet, trupi gjykues është një arbitër midis prokurisë dhe mbrojtjes. Dhe ai në çdo kohë mund të kërkojë nga dëshmitarët sqarime shtesë për të hekur gjitha dilemat e dëshmisë së tij. Po në këtë rast, dëshmia e tij unë mendoj se u pranu
plotësisht e vërtet nga trupi gjykues, u mundu të kontestohet nga prokuria, pa disa përpjekje, por edhe prokuria ishte gati e bindur se Clark po e flet të vërtetën. Po flet të vërtetën e luftës Kosovës, të vërtetën që nuk kanë dashur me pa tash shumë vite. Sidomos ata që inspiruan dhe mundsuan këtë akt akuzë, këtë proces, dhe besoj se tani trupi gjykues do të vlerësoj saktësisht komplet procesin, do të rishikoj procesin, kredibilitetin e dëshmive, kredibilitetin e dëshmitarëve, sepse çfarë kemi pa deri me tani, sidomos në fazën e parë, derisa kanë qenë dëshmitarët e prokurisë, kemi pa dëshmitarë jo kredibil, që kanë herë denigrues për këtë gjykatë, që është gjykatë speciale. Është denigrues e një gjykatë speciale ngritur me një konstruksion, një akt akuzë të falsifikuar, të mundohet të operoj dhe të mbështet rastet mbi dëshmitarët jo kredibil. Kur i kemi qëta dëshmitarë që po thoni ju denigrues edhe për vetë gjykatën, dhe kemi pas një dëshmitar si që është Wesley Clark. Mendoj se kemi një përmbysje të akt akuzës, për shkak se një gjyqtar që i thot vetë jam profesionist, edhe këta vlenë si gjyqtarët më të mirë evropianë. A janë profesionist? Jo, unë kam bas dimin që ta kam dhënë një kopje që kam kritikuar, nuk janë ndoshta mesatare. Unë mendoj se në shtete nacionale ka gjyqtarë dhe prokuror më të mirë. Atje edhe në Kosovë mund të jesh gjyqtar të këtij niveli. Por tani këta gjyqtarë që po e përmbyllin ndoshta këtë proces, ndoshta po përmbyllin edhe karrierën, se disa prej tyre edhe janë në fund të karrierës, sidomos kryetari i trupit gjykues, duhet i kthehen betimit që jep juristi, që na e quajmë betimi kur dikush zgjedhet gjyqtari, dhe të vendosen në mbrojtje të ligjit. Dhe të mos udhëheqen nga asnjë motiv jashtë ligjit apo fabrikimeve që i kemi parë në këtë akt akuzë. Unë besoj që trupi gjykues, faktin që sot s'pat asnjë pyetje, e morësit mirëqenie dhe morësit saktë dëshmi, dhe mendoj se zoti Clark sot ja ka lësu punën edhe trupit gjykues, sepse fakt si protagonist, si një njeri që ka udhëheq fushatën e bombardimeve, si një njeri që sot e pranoi që ka pas një koalicion jo formal me UÇK-n, sepse ai e tha, ne kemi pas zona edhe në Kuks, po kemi pas edhe komunikime jo formale me UÇK-n për fushatën e represaleve që ka ushtruar Serbia, dhe ne kemi bashkëvepruar dhe kemi ndërvepruar brenda ditës. Them drejtën arsim, duke qenë edhe vetë pjesëmarrës i Rambujës, po edhe pas përfundimit Rambujës duke shërbyer në zyrën e ushtrisë lirëtare të Kosovës në Tiranë, unë kam pas një vijë lidhëse midis NATO-s dhe UÇK-s, dhe besoj që kanë njerë informatat që ne i përcilnim të zyrja NATO-s, kanë njerë mas 3 ore reflektojshin në bombardime, që e tha edhe Clark. Pra lëvizjet e trupave serbe, unë kam qenë me një zyre ku praktikisht kanë arë informatat për shtabit përgjithshëm, kam dërguar në NATO bashkë me kolegë të tjerë, dhe kanë njerë intervenimet kanë qenë mërëna 2-3 orë. 2-3 orë dhe ai sot e tha, sot e pranoj, dhe shtrohet pyetja, në qoftë se është ndërtu një kauzë e rrejshme për kriminalizimin e UÇK-s, për demonizimin e UÇK-s, atëherë kjo në një mënyrë demonizon komplet edhe NATO. Komplet dhe integron edhe bashkësinë ndërkombëtare. 50 komplet shtetet e NATO-s, që kishin 50 vjetorin, si mundet një aleancë ndërkombëtare të bashkëpunoj me një gueril patriotike, nëse ka pas elemente kriminale apo nëse supozohet se ka pas një ndërmarrje përbashkë kriminale. Kështu që mendoj se sot përfundimisht kanë ra të gjitha, do të thoya pritjet e prokurisë, do të mund ta kualifikoj si bazuar një akt akuzë që që nga fillimi është ndërtuar mbrapsht. Sa mundet dëshmitë e Clarkut me i përmbys dëshmitë e dëshmitarëve të prokurorisë? Unë mendoj se do të përmbys gjitha, për shkak se ato dëshmi kanë qenë jo kredibile, kanë qenë nga dëshmitarët e trajnuar për dëshmuar, kanë qenë disa porositur nga Serbia, dhe kanë qenë komplet kontradiktor. Cila ka qenë esenca e këtij procesi? Esenca ka qenë të vërtetohet ekzistenca e ndërmarrjes së përbashkë kriminale apo sistemit të komandimit, sistemit hierarkik komandimit, dhe pastaj të vërtetohet lidhja kauzale midis veprimeve që janë ndërmarrë dhe pasojave në teren. Dhe besoj që e kam përcjell profesionalisht, e dini që kam bërë edhe një studim kritik, beli e kam përkthyer edhe në anglisht, dhe kjo nuk është argumentuar me asnjë fakt konkret. Ka pas thashëthame, ka pas quasi prova, por për këtë akt akuzë nuk
kjo akt akuzë nuk duhet të udhëhiqet me të ashtuqutra indicja apo prova të gjysmëbazuara, po duhet prova 2 herë të vërtetuara. Pra duhet të aplikohet standard që ka aplikuar edhe Tribunali për Jugosllavinë në rastin Haradinaj dhe Limaj, i cili ka pas standarde shumë të larta, edhe profesionale, edhe standarde të sundimit ligjit, ku çdo provë është dashur të verifikohet me saksi, edhe atë 2 herë të si e vërtetë. Në këtë proces gjyqësor ne s'kemi pas asnjë provë fuqishme të zyrës së prokurorit, po flas për sancat nuk kanë qenë të redaktuara, dhe besoj se këta 6 dëshmitar do të përmbysin komplet akt akuzën dhe do të kemi një aktgjykim liru, sepse cili do aktgjykim tjetër është krejtësisht jo ligjor dhe i pabazuar në faktet materiale të cilat janë administruar në këtë proces gjyqësor. Pse ka pak dëshmitar pa të mbrojtja? Po, si qëni. A luan rol numri i dëshmitarëve? Fillimisht, jo, luan rol më shumë kredibiliteti, figura e dëshmitarit. Me ta drejtën fillimisht ka pas një numër shumë më të madh të dëshmitarëve të mbrojtjes. Të zotit Thaçit, të zotit Krasniqit, të zotit Veseli dhe zotit Recep Selimi. Por, duke qenë se dëshmitarët e prokurisë nuk në arrit me argumentu asnjë element të akuzës, atëherë mbrojtja kanë ndjek një strategji. Se s'kemi nevojë me zate edhe 4-5 vjet procesin, po ne po marrim dëshmitar të kyç dhe ata dëshmitar do t'japin prova kyçe. Sepse një nga tmetat kryesore të këtij procesi gjyqësor është stërzatja apo parimi i ekonomizimit, sepse një proces gati po zgjat 10 vjet, 5 vjet janë të në zollomat para burgimit dhe 5 vjet më herët është themelu kjo gjykat, dhe po mos shkurtoheshin dëshmitarët, me siguri edhe 1 vjet do të zgjate procesi. Kështu që ka qenë një strategji e mirë e mbrojtjes se mos të ngarkohen me shumë dëshmitar. Ata dëshmitar tjerë kanë depunu prova, e të administrohet me një numër të vogël të dëshmitarëve në mënyrë që procesi të marrë verdikt sa më shpejt. E kemi parë pra tash 2 ditë Vasili Klarkun, për pas tjera është prof pak a shumë flet edhe mënyra se si interpreton ato çka i thua, gjuha e trupit, gjithçka tjetër. Çështë do këtë aspekt Vasili Klark? Ky flet si general, ky flet si lider. Amerikanë shuhen ky është një general epokal i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe ju e pat fjalimi i tij ishte edhe një fjali, do thoya, i një leadershipi, që edhe pse nuk është jurist me profesion, në fakt ju çojnë një porosi edhe gjykatësve dhe prokurorëve që mos u bëni robt para gjykimeve dhe të dogmave ligjore. Po shihni procesin pak më zgjer, edhe kuptoni se UÇK-ja ka qenë i gueril që ju ka imponu lufta. Ju ka imponu lufta, ka luftu për mbijetesë, dhe krejtësisht normale se një gueril e tillë duhet mbështetur dhe ne kemi vlerësuar që duhet mbështetur sepse nuk kemi qenë të lejojmë një gjenocid. Po ajo që kam la shumë përshtypje është fakti që është dëshmitari i parë të cili trupi gjykues i lejoi të jap një deklaratë për te procedurave normale. Besoj se jo, nuk ju ka lejuar. Kjo ka qenë rezultati i kredibilitetit dhe autoritetit edhe morale edhe autoritetet që ka, sepse zoti Clark, jo vetëm general, po ka qenë edhe kandidat për ish president dhe është një nga figurat më të çmuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ai aty e dha një esej politike. Pra, adresimi i tij në fund, ai lypi 2 minuta dhe nuk zoti më shumë 3 minuta. Ishte një esej politike, ku ai adresoi komplet kontestin politik dhe u kthye në themelimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sepse kur baballarët e kombit amerikan apo etrit e kombit e shpallën pavarësinë nga Anglia, Britania e Madhe vitet 1784, edhe ata u quajtën si separatist, si terrorist nga mbretëria angleze. Por ata krijuan një shtet demokratik. Dhe ai ndërlidhi, tha, shqiptarët po luftojnë për mbijetesë dhe kanë të drejtën e vetëvendosjes, po luftojnë për atë që ne kemi luftuar 2 shekuj. Ai lidhe në kontekstin real tani, kontekstin e luftës në Ukrainë. Dhe thanë se një ditë mund ta keni edhe Zelenskin këtu, të cilën krejt bota po e përkra, sepse ai s'po e mbron vetëm Ukrainën, po e mbron edhe komplet Evropën. Dhe këtë e ndërlidhi me zotin Thaçi. Do të thonë kjo ndërlidhje, pra midis Jeffersonit, Abraham Lincolnit dhe kënej zotit Zelenski, e lidhin atë rekonqe me zotin Thaçi, ku tha se edhe ky ka qenë një udhëheq politik i cili ka udhëheq popullin, do thoya edhe për mbijetesë, por mandej edhe për realizimin e të drejtës në pavarësi apo të vetëvendosjes. Kështu që kjo esej politike
ishte ontologjike në kuptimin e domethënies së saj dhe ky e dinte që është dëshmitari i fundit dhe kjo ishte porosia e fundit edhe për trupin gjykues. Ai në një mënyrë ju tha që ta shihni kontekstin e vërtetë të luftës Kosovë. Mos e nxjerrni një epizod të falsifikuar nga Serbia apo nga kuzhina e Dikmartit, mos u bëni rrot të asaj epizode, po shihni për të syzave. Shihni për të procesit. Ma herët gjatë dëshmive e prezentojmë në mënyrë shumë konkrete kontekstin e luftës Kosovë. Sa merren parasysh, pra sa kanë ndikim të trupit gjykues, edhe ky fjalimi i fundit që e mbajti, por edhe komplet dëshmia e tij. U mendoj se patjetër duhet merren parasysh. Patjetër duhet merren parasysh sepse po flet një njeri në nënbetim, po flet një dëshmitar kryesor i procesit. Po flet generali i NATO-s që ka udhëhequr një fushat bombardime të parën pas luftës së dytë botërore pa mandat qelet sigurimit. Pra nuk po flet një person i rëndomt, apo një këshilltar politik, apo një diplomat, po flet një ushtarak. Një ushtarak të cilën komplet bota demokratike ja ka besu udhëheqjen e NATO-s, Aleancës Veriatlantike, dhe e ka mbështet pastaj një fushat të bombardime. Kështu që mendoj se trupi gjykues është para aktit krym, kjo dëshmi është e saktë 100%, dhe kjo dëshmi rrezon të gjitha dëshmitë tjera. Bashkë me dëshminë e zotit Rubin dhe dëshminë e ambasadorit Hill, por edhe të dëshmitarëve tjerë, mendoj se është ndërtu narrativa për gjimin e plot të aktakuzës, si një aktakuzë e pa bazë, e pa falsifikuar, e motivuar politikisht dhe e mbështetur kryesisht nga shtetet jo miqësore ndaj Republikës Kosovës. Sepse i tërë procesi ka fillu për të sabotuar shtetësinë dhe pavarësinë e Kosovës. Mos harroni që raporti i Dikmartit ka ardhur vetëm 3-4 muaj pasi që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka shpallë se deklarata jonë e pavarësisë nuk bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare. Në atë moment, shtetet jo miqësore, në radhë parë Rusia, aleatet e saj dhe Serbia, kanë kriju të ashtuqujtën raportet Dikmartit, raporte falsifikuar, dhe jenë mënu përmes atij raporti të dëmtojnë luftën e ushtrisë kombëtare, të kriminalizojnë luftën e ushtrisë kombëtare të Kosovës me qëllim të pengimit të shtetësisë Kosovës dhe sabotimit të pavarësisë Kosovës. E prof, tash çka ka ndodhur, Klarku është dëshmitari i fundit i mbrojtjes, çka ndodh tash tutje deri tek përfundimi i këtij procesi? Po, procesi tani praktikisht po përmbyllet. Nesër është seanca e fundit statusore, ku praktikisht kryetari i trupit gjykues do të tregoj agjendën e mujve në vazhdim. Pra, çka do ndodhë në fillim muj dhjetor, çka do ndodhë deri me 22 dhjetor dhe çka do ndodhë në janar dhe shkurt. Sipas ligjit të kodit procedurës penale dhe rregullave të procedurës penale, tas palëve, përfshirë edhe avokatëve, ju jepet mundësia e dhënies së fjalës përfundimtare apo deklaratat e fundit. Dhe me siguri që do të ketë edhe një seancë, ndoshta gjatë dhjetorit, unë besoj se para Kështëndelave, ku procesi përmbyllet me fjalë përfundimtare. Pra, fillimisht prokuria e jep fjalën përfundimtare, ku ajo duhet me thonë deklaratën se ai janë argumentu pohimet e tij dhe pikat e aktakuzës. Dhe pastaj mbrojtja jep fjalën e vet përfundimtare. Pastaj trupi gjykues ka kohë të mjaftueshme, besoj që 1 muaj, 2 muaj ose 3 muaj mund shkon, derisa të i administroj të gjitha provat një nga një. Provat materiale, pra ka me mira prova, vetëm sot për 34 prova që u kvalifikuan, pra kur diçka kërkohet nga prokuria apo nga mbrojtja që të kvalifikohet si provë, ajo merr një numër, e ke pa? Dhe në fazën pas përmbylljes procesit, trupi gjykues do t'i administrojë një nga një ato prova, edhe në fund ata do të ulen, do të bisedojnë dhe do ta binë vendimin. Do ta binë vendimin, unë jam mas e bindur që cilin do vendim tjetër që nuk është akt gjykim lirues, do të jetë një skandal ndërkombëtar. Do të jetë një skandal ndërkombëtar dhe do të jetë i motivuar politikisht sepse provat e kanë rrëzuar këtë aktakues që nga fillimi ka qenë paqëndrueshme. Ndërkohë, paralelisht madje nëse nuk gaboj, të njëjtën ishte seanca tjetër për këtë procesin tjetër në cilën është i përfshirë të faqe dhe të tjerë për administrimin e drejtësisë diçka. A ka kuptim do më mojt ky proces në anën tjetër, po flasim për një proces që epilogu do të jetë lirues? Ka pas një kërkesë të mbrojtjes së Thaçit dhe mbrojtjes së Thaçit që lëndët të bashkohen. Pra ekziston mundësia që në drejtën penale bëhet bashkimi i landëve, kur ka të bëjë me të njëjtë persona, por ajo është refuzuar dhe ajo është një landë e veçantë dhe ajo ka dinamikën e vet, sepse ka një akt akuzë krejtësisht tjetër.
Mirë po, verdikti apo epilogu i këtij procesi do të ketë ndikim drejt për drejt e ai proces. Do të ketë ndikim drejt për drejt ai. Është e vërtetë se ai proces do të mund të merr kohë më shumë, pra spaku 6 muaj ose 1 vjet do të mund të merr ai proces. Por nëse ky proces përfundon me epilog të një aktgjykimi shfaqësues dhe lirues, unë mendoj se edhe ai proces do të ekonomizohet, do të administrohet më shpejt dhe besoj që do të përfundojë edhe ai shpejt. Por do të flasim shkurtimisht pak edhe për 2 tema, njëra që ka të bëjë me Konventin e Partisë Demokratike të Kosovës, e po ashtu edhe nesër është seanca, zyrtarisht ende nuk jemi njoftuar, mirë po siç duket nesër do të ketë një seancë për zgjedhjen e qeverisë së re në krye me kështu thonë Albin Kurtin, po ju është mandatuar Glau Konjufca. Fillimisht po duhet të pyet për shkak se është diskutuar shumë dhe s'kam pas rast të pyes juve për mandatarin e dytë në këtë rast për Glau Konjufcën. Vjosa Osmani ka thënë që më ka bindur për ta mandatuar për kryeministër. A duhet, çysh është kjo forma e bindjes ose çysh duhet të jetë? A duhet patjetër të jenë nënshkrimet e nevojshme për ta bindur apo mund edhe në forma tjera ta bindësh? Fillimisht uroj që kjo bindje të rezultojë nesër e suksesshme, që këtë pas drejt presidentja është bindë dhe në fakt kushtetuta dhe aktgjykimet e gjykatës kushtetuese e kanë rregulluar këtë çështje e mandatarit të dytë. Por si rrethon lehtësuese për presidentin për ta mandatuar zotin Glau Konjufcë kanë qenë 2 rrethona. E para refuzimi i gjitha subjekteve tjera për të formuar shumicën parlamentare dhe e dyta fakti që është vetëm një kandidat. Pra është vetëm një kandidat i cili tenton që të promovohet si kryeministër apo të marrë mandatin për formimin e qeverisë. Dhe ajo me zyrën e vet ligjore ka argumentuar se kjo është një bindje mjaftueshme sepse askush nuk po don dhe kemi një kandidat dhe duhet ta konsumoj këtë mandatin e dytë pra. Sepse kushtetuta e njeh dhe rrethin e dytë dhe e ka dekretu zotin Konjufta. Në anën tjetër, kjo nuk quhet kundër kushtetuesit derisa nuk apelohet në gjykatën kushtetuese. Meqense se askush nuk apeloj, kjo mirët si e mirëqenë, sepse siç e din Arsim, ka plot shkelje që asnjëherë nuk shkojnë në gjykatën kushtetuese. Derisa gjykata kushtetuese nuk i kvalifikon si jo kushtetuese, ato në një mënyrë amnestohen nga penaliteti kushtetues. Mirë po tash unë s'kam pa këto ditë gjatë këtij 15 ditë apo sa i pas s'kam pas asnjë përpjekje serioze as të zotit Glau Konjufta, por as të partisë vetëvendosje për të formuar një shumicë parlamentare. Sepse po të kishte një vullnet, atëherë do të kishte një dinamik këto ditë, edhe të kandidatëve për kryeministër, i cili do duhet të thirrte në tyrez disa herë liderët e partive politike, të arsyetoj dhe t'i bindë ata pse duhet t'ja hapin votën për të promovuar, por në anën tjetër edhe partia më e madhe do duhet të ishte më bashkëpunuese, por nuk kam pa një vullnet, po kalkulohet. Domethënë jemi në një situatë ku partitë po kalkulojnë politikisht dhe si duket përsëri fakturën do ta paguajë populli, i cili në vend që të ketë as institucione funksionale dhe të ecë përpara Kosova, do të detyrohet përsëri të dalë në zgjedhje në kushte dimërore dhe përsëri ndoshta të amnestoj këto gabime që ka bërë klasa politike, edhe përsëri ndoshta të rilegjimoj sërish të njëjtë persona duke shpresuar që do t'i vijë funi kësaj krize politike. Kështu që unë nuk po pres ndonjë epilog real, akoma nuk kemi një deklaratë zyrtare se do të mbahet apo së mbahet seanca, por nuk kum pa asnjë përpjekje serioze që praktikisht shmangën zgjedhjet e parakoshme të jashtëzakonshme, të cilat do ta marrin shtetin në gjendje krize edhe në gjendje blokade kushtetuese. Siç duket, pra thatë edhe ju se nuk ka pas një përpjekje serioze për të siguruar këto numra për ta krijuar qeverinë Konjufca 1, por edhe siç duket po shkojmë në zgjedhje në fund të muajit dhjetor. Mirë po shkojmë në zgjedhje pa pas miratuar buxhetin për vitin 2026. A ka në çet periudhë në cilën ndodhet Kuvendi i Kosovës, a ka një të drejtë të marrë një vendim qoftë edhe për krimin e këtyre komisioneve që po përmenden, komisioneve të përhershme, por edhe idenë e votimit të projekt buxhetit për vitin 2026? Mendoj se komplet klasa politike ka rënë në provim të leadershipit. Sepse nëse kur gjë nuk kanë mujt me vogë, kanë mujt shteten mos me fut në një kolaps
edhe buxhetor, por edhe kolaps ndërkombëtar. Po të kishte një iniciativë apo një vullnet, atëherë do të gjejte një formë ligjore dhe kushtetuese që spaku të zgjatët viti buxhetor, ekziston mundësia, pra përmes një votimi rutinor të zgjatët viti buxhetor, dhe eventualisht, me qenë se kuvendi po konsiderohet i konstituum, pra nuk kemi akoma gjykimin e gjykatës kushtetuese për nënkryetarin serb, dhe po mduket këtu edhe gjykata kushtetuese po e nuhat pak ambientin politik, po e vonon këtë proces. Atëherë ka mujt, po të kishim një leadership, fatkeqësisht, po jam kritik ndaj gjithëve, jo vetëm, po të kishim një vedije shtetërore, shtetëformuese, atëherë spaku do të mahej një mbledhje e kuvendit Kosovës, ku do të votohej komplet pakoja e marrëveshjeve ndërkombëtare, do të deblokojë Kosova sa i përket integrimit evropian dhe do të gjinte një zgjidhje buxhetore. Përfshir këtu edhe gjendjen e punëtorëve të radio-televizionit publik apo radio-televizionit Kosovës. Por po e shihni se kemi një apati politike dhe s'po kemi asnjë reflektim të përgjegjësisë parlamenti pas nesër duhet të përndohet, ose s'kemi qeveri. Po të ketë një vullnet politik, nesër do të mundet të mahen dy seanca. Seanca parë kur konstatohet se ka dështuar zgjedhja e qeverisë dhe pastaj të lejohet të mahet një seancë ndoshta në mbrëmje, grupet parlamentare të takohen dhe të gjejnë modalitetet ligjore dhe kushtetuese. Për i votuar këto që i përmendët, buxhetin. Po, më duhet me gjetë e kanë shërbimin e zyren ligjore që në kuvend, të gjetet në modalitetet që kjo të jetë një procedurë kushtetuese që do të mirëpritej nga populli, por edhe nga partnerët ndërkombëtar. Dhe pastaj besoj që ditën e ejte, presidentja do duhet të binte 2 dekrete. Dekretin e parë me cilën e shpërndan Parlamentin e Kosovës dhe dekretin e dytë me cilën i shpall zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ndërkohë dje, Partia Demokratike e Kosovës, pjesë e cilës jeni edhe ju, ka mbajtur konventin, ka zgjedhur kryetarin Bedri Hamza për një mandat, nuk di sa zgjat mandati i tij, se ishte kuvend i jashtëzakonshëm, por sido që të jetë, duke qenë se jeni figure e vjetër dhe respektueshëm brenda Partisë Demokratike të Kosovës, cilat janë këshillat që ja kishte dhënë Bedri Hamzës? Unë gjejsha në cilësinë e themeluesit. Dhe dini që nuk jam aktiv tani gati 8 vite, 9 vite nuk jam aktiv. Kam ndërprerje pjesën aktive të parjes. Dhe mendoj se ishte një ngjarje demokratike, ishte një zhvillim demokratik Partinë Demokratike. Fillimisht dëshiroj të përshëndes aktin e ish kryetarit, zotit Membi Krasniqi, që i tregoi një leadership, sepse dorëheqja është akt leadershipit, që faktikisht në Kosovë shumë i rrallë, por tregoi një leadership duke nuhat momentin politik dhe duke vënë shërbim partisë dhe duke u tërhequr për të dhënë mundësinë mikut tim dhe profesorit Bedri Hamza që ai të marrë kreun e partisë, ai të marrë edhe udhëheqjen e fushatës së ardhshme parlamentare dhe krejtë natyshme si kandidati i nominuar për kryeministër që ai të jetë edhe kryetar partije. Unë e quaj këtë një ushtrim demokracie, që do duhet ta shisha edhe në parti tjera. Edhe në parti tjera që të kemi reflektime dhe mendoj se Partia Demokratike tani është plotësisht e konsoliduar dhe duhet të hyjë me një vizion shumë të qartë, me një politikë shumë proaktive në fushatën e ardhshme parazgjedhore, në mënyrë që të konfirmohet si subjekti kryesor politik në Republikën e Kosovës. Natyrisht zoti Bedri Hamza me përvojën e vet menaxheriale është një lider që para i duhet Kosovës në këtë moment. Pra një ekonomist i shkëlqyeshëm, që ka një program shumë besueshëm dhe shumë kredibil politik dhe ekonomik, por në radhë parë ekonomik ai që i duhet Kosovës, do di të bashkoj Partinë Demokratike të Kosovës, e cila e që në përqame pak të zgjedhje me degën e drenasit, dhe do t'i kthehet filozofisë politike të Partisë Demokratike të Kosovës. Pra, filozofisë shtet ndërtuese, një parti e cila si themeluese e shtetit gjithmonë është edhe përgjegjshme për shtetin, është e përgjegjshme edhe për veprimet e saj. Që veprimet e saj të kenë një kontinuitet dhe ato veprime gjithmonë të reflektojnë seriozitetin e një partie që e ka atributin shtetformues. Unë besoj se zoti Hamza i ka këto virtyte dhe do të jetë një zgjidhje jashtëzakonisht e mirë. Uroj që mandati i tij mos të zgjatë 4 vjet, sepse ne po presim verdiktin e gjykatës speciale dhe jam i sigurt se zoti Kadri Veseli, kryetari i Partisë Demokratike,
ka met në gjysmë misionit vetë dhe ai do të kthehet në udhëheqje të Partisë Demokratike të Kosovës dhe besoj se jo vetëm që do të ndihmoj Partinë Demokratike të Kosovës, por do ta ndihmoj edhe shtetin e Kosovës, sepse ju e dini ai ka pas një vizion shtetformues. Ai nuk ka qenë militant i Partisë Demokratike, por edhe në udhëheqje të kuvendit ka treguar figurën e një lideri që mendon për të partive politike. Por të falenderoj shumë që ishte në emisionin frontal. Faleminderit të juve, faleminderit. Faleminderit ju të nderuar shikues që qëndruat me emisionin frontal, këtu po japim fond për sot.